kuptoj që ju gazetarët keni qef të shihni romanca dhe aty ku mund të mos ketë mbase, politike flas, po që mu nuk më duket se ka në gjë të çuditshme këtu, në fakt. Dhe diskutimin do ta bëj të ndarë midis reformës zgjedhore dhe reformës territoriale. Për reformën zgjedhore, para pak ditësh doli raporti OSBE-ODIR dhe ka dalë me rekomandime të qarta. Dhe në këtë kuadër është detyrim për çdo parti parlamentare që të jetë pjesë të marrë pjesë në ndryshimet e rekomanduara për reformën zgjedhore. Ne kemi parë shpesh në vitet e kaluara që gjithmonë mas zgjedhjeve flitej për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ajo gjithmonë lihej për ditët e fundit të korrikut në afatin maksimal para se të ishin zgjedhjet e radhës. Por që këtu çdo parti duhet të marrë pjesë në reformën zgjedhore, kjo nuk më duket fare e çuditshme dhe nuk e shoh si se